Që kënaqësi që të kemi kaq shumë të ftuar dhe miq nga media kryesisht, por dhe studentët të cilët do t'i kemi më pas për çmimin e guvernatorit. Ne këta aktivitete organizojmë çdo vit, sikurse një pjesë e mirë e juaja ka qenë prezent në kuadrin e mbylljes vitit. Themi dy fjalë për arritje dhe rezultatet, pa u zgjatur pasi deklaratat e politikës monetare i kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe sigurisht si rregull, si për vit, ne japim dhe çmimin e guvernatorit për diplomën më të mirë. Shkurtimisht do doja të thoja, sikurse po flisja dhe me kolegët pak më parë, që dhe ky vit për ne si Bankë Qendrore konsiderohet një vit i suksesshëm, gjithmonë referuar objektivave dhe detyrave tona që kemi si bankë. Ky vit po mbyllet me një rritje të mirë ekonomike, me një tregues të rritjes afër 4%, pavarësisht se shifrat nuk janë konfirmuar. Objektivi ynë kryesor që është inflacioni, që janë çmimet dhe stabiliteti i çmimeve ka qenë i kontrolluar, i monitoruar nën objektivin prej 3%, por që përsëri konsiderohet pozitiv, pra inflacioni ka qenë luhatur midis nivelit 2.2 dhe 2.4%. Tregjet financiare kanë qenë të qeta. Politika e Bankës Shqipërisë në raport me kontrollin e çmimeve, me kontrollin e inflacionit ka qenë akomoduese, ka patur një rritje të normës interesit në korrik, por nuk kemi gjykuar që kemi nevojë për rritje të mëtejshme të normës, një ulje të normës interesit, nuk kemi gjykuar që të kemi ulje të mëtejshme të normës interesit, gjithmonë bazuar në shifrat dhe dhënat. Banka e Shqipërisë parashikon, sikurse kemi komunikuar, që inflacioni do të arrijë objektivin prej 3% në gjysmën e parë të vitit 2026, megjithatë kjo është për tu parë. Nga kahu tjetër, si objektiv që ne kemi është stabiliteti financiar, sistemi financiar, një sistemi shëndetshëm financiar, me kapital, me normë mjaftueshmëri e kapitalit dhe likuiditet të bollshëm, por dhe me aftësi kredituese të bollshme për ekonominë shqiptare. Të gjitha këto objektiva referuar shifrave dhe dhënave gjithashtu janë realizuar pozitivisht. Norma e mjaftueshmërisë kapitalit për bankat mesatare të gjithë bankave është mbi 20%, që është një normë mjaft si për objektivit ose kërkesës tonë rregullatore, që është 12%. Gjithashtu bankat vazhdojnë të jenë me mjaftueshmëri likuiditeti, me teprisë likuiditeti. Raporti kredive me probleme e kredive të këqija, që është një tregues po ashtu shumë i rëndësishëm, ka mbetur afër nivelit 4%, që është një arritje pozitive shumë viteve, jo vetëm e këtij viti, pasi ne vim nga një nivel 25%. Pra, si stabiliteti i çmimeve dhe si stabiliteti financiar, dhe këtë vit kemi konkluduar në tregues pozitiv. Për më tepër, si punë e një banke qendrore janë dhe menaxhimi, kontrolli dhe modernizimi i sistemeve të pagesave. Ky ka qenë një vit që ka konkluduar me një arritje të një pune disa vjeçare, që është pranimin SEPA. Pranimi SEPA është një arritje mjaft e madhe për ne si Bankë Qendrore, por për gjithë ekonominë shqiptare, për bizneset dhe për qytetarët, pasi jo vetëm kursen kohë, por kursen dhe para nëpërmjet uljes së komisioneve. Objektivat tona janë që të vazhdojmë ta modernizojmë sistemin e pagesave, të shkojmë në drejtim të digitalizimit dhe kjo shkon paralel me formalizimin e ekonomisë, me lehtësitë për qytetarët dhe bizneset në drejtim të uljes kostove dhe të kursimit të kohës. Njëkohësisht edhe Banka Qendrore, një lloj si të gjithë institucionet e shtetit shqiptar, është e përfshirë në procesin e integrimit evropian, në kapitull specifik që nuk ka nevojë të përmend se janë teknik, por ajo që do doja të konfirmoja është që edhe në këtë drejtim ne i kemi realizuar detyrat si Bankë Qendrore. Jemi duke rishikuar dhe vazhduar rishikuar kuadrin ton ligjor dhe rregullator për të qenë në përputhje me aktus të Bashkimit Evropian. Ka shumë objektiva, shumë detyra, shumë arritje, të cilat në mënyrë detajuar po të vazhdoj do të shkote fjala shumë e gjatë. Unë doja të thoja me që takimi është me gazetarët në kuadrin e çmimit guvernatorit, po e organizojmë këtë event çdo fund viti për të ftuar bashkëpunëtorët tanë nga mediat, për t'ju falenderuar, pasi të gjithë këto funksionet, detyra, objektiva, arritje, një bankë qendrore nuk do të ketë mundësi t'i realizojë pa komunikuar me publikun, pa e komunikuar gjithë aktivitetin e saj, dhe kjo arrihet vetëm nëpërmjet mediave. Tani mediat në Shqipëri sot janë zgjeruar shumë, këtu me sa shoh sikurse çdo vit ne kemi pjesën më serioze të mediave,
që dhe bashkëpunojmë në mënyrë të vazhdueshme. Për këtë unë ju falenderoj përsëri, pasi mesazhet e një banke qendrore nuk janë aq thjeshta për të përkthyer për publikun, pavarësisht nga sa përpiqemi ne ta thjeshtojmë gjuhën ose ta bëjmë të kuptueshme. Nëse nuk do të kemi bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj profesional dhe dashamirës, ky mision është i pamundur dhe në vite kjo është arritur, është perfeksionuar dhe ky vit ka shënuar një hap më tej drejt perfeksionimit të kuptimit të aktiviteteve financiare dhe të edukimit financiar. Ne nuk bëjmë dot edukim financiar me publikun pa bashkëpunuar me median. Pa ndihmën tuaj, ky është mision i pamundur. Unë ju falenderoj për gjithë suportin që ju keni dhënë. Sigurisht ju keni bërë punën tuaj, por kjo punë profesionale nga ju ka shkuar në drejtim të mbështetjes së Bankës Qendrore, të objektivave të Bankës Qendrore dhe të publikut për të komunikuar sa më mirë treguesit arritjet e objektivat, por dhe interesat që ka publiku dhe biznesi në funksion të aktivitetit financiar. Ne sot organizojmë edhe një shpërndhënien e çmimit guvernatorit për diplomën më të mirë. Banka Qendrore prej shumë vitesh organizon këtë aktivitet. Ky aktivitet, ky çmim jepet jo thjesht si çmim simbolik, por de facto për të tërhequr trurin, për të vlerësuar aktivitetin shkencor të studentëve shqiptar jashtë vendit, por dhe brenda vendit. Gjithmonë më shumë interesi ka ardhur duke u shtuar, gjithmonë më shumë temat studimore të studentëve tregojnë një nivel të lartë shkencor dhe akademik, saqë në disa raste ne na habisin, pasi puna e studentëve është pothuajse barazvlefshme me punën e departamenteve tona kërkimore që kemi në Bankën e Shqipërisë. Kjo më jep një kënaqësi, ne përpiqemi që të përfitojmë jo vetëm duke vlerësuar studentët, por shpesh dhe duke i punësuar këta studentë që kanë një punë kaq cilësore shkencore në Bankën e Shqipërisë. Në përfundim unë do t'ju uroj të gjithëve një fund viti të gëzuar festat, të kemi një 2026 me shëndet rrethpar, me suksese, me qetësi dhe me gjithë të mirat. Shumë faleminderit që jeni sot këtu dhe të vazhdojmë dhe me çmimin për guvernatorin për diplomën të mirë. Faleminderit. Siç e përmendi dhe guvernatori, tani do të kalojmë tek ceremonia e shpalljes së fituesve të çmimit të guvernatorit për vitin 2025. Ftoj zëvendës guvernatoren e dytë të Bankës së Shqipërisë, zonjën Natasha Ahmetaj, për të shpallur fituesin e vendit të tretë. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve, të ftuar kolegë, faleminderit që jeni këtu sot me ne për të ndarë rezultatet që grupi i studiuesve të Bankës së Shqipërisë, mbasi vlerësuan një numër të madh aplikantësh me punimet e tyre të diplomimit, kanë konkluduar në 3 fitues. Të gjithë ju dhe ne jemi dëshmitar të asaj që vitet e fundit, sidomos 2-3 vitet e fundit, në të gjithë tryezat ekonomike europiane është diskutuar gjatë mbi konkurrueshmërinë, duke reflektuar që tregjet europiane janë duke humbur në aspektin e aftësisë së tyre për të konkurruar në tregje ndërkombëtare dhe për të plotësuar qëllimin e vetëm, rritjen e mirëqenies së qytetarëve të vet. Konkurrueshmëria pra është bërë një çështje për të cilën po diskutohet gjerësisht. Nuk ka shpëtuar nga ky diskutim as sistemi bankar dhe sistemi financiar në përgjithësi, madje ka pasur dhe kritika që janë drejtuar sistemit bankar duke e kritikuar se për shkak të rregullimit shumë të lartë ka dëmtuar aftësinë e kompanive për të qenë konkurrueshëm, për të qenë mjaftueshëm konkurruese në tregje ndërkombëtare, sidomos me homologët e tyre nga Shtetet e Bashkuara. Sistemi bankar dhe ai financiar ju janë përgjigjur këtyre kritikave, duke shpjeguar se nuk duhet të bëjmë fjalë për deregullim. Ne mund të flasim për thjeshtëzim, por jo për deregullim, sepse deregullimi shkon në të kundërtën e kërkesës për konkurrueshmëri dhe për rritjen e aftësive të kompanive për të konkurruar në tregje ndërkombëtare. Dhe natyrisht kjo përgjigje e sistemit financiar ndaj kritikave nuk erdhi në mënyrë empirike, por u bazua mbi një studim të hollësishëm duke krahasuar 2 sistemet financiare, atë të Shtetit Bashkuara dhe të Europës,
Dhe konkluzioni ishte që jo, bankat në Europë nuk janë më të rregulluara se ato në Shtetet e Bashkuara. E megjithatë, kërkesa dhe objektivi për rritjen e konkurrueshmërisë ekziston dhe të gjithë janë duke reflektuar për aq sa u takon për të fituar në këtë garë të re, e cila është mbi tryezat e të gjithë aktorëve ekonomik. Konkurrueshmëria ka disa kufizime, po për kufizimin më i mirë dhe më i përqendruar në drejtimin e piksuar, mund të themi, është ai që konkurrueshmëria baras produktivitet. Kështu që të gjithë ata që duan të jenë konkurrues e dinë që duhet të përqendrohen te produktiviteti. Dhe në kohën tonë produktiviteti nuk është më ai i tregjeve tradicionale të imperializmit dhe të kapitalizmit të hershëm, marrëdhënia punë kapital, po në kohën tonë produktiviteti buron dhe është i bazuar në teknologjinë dhe në aftësinë për të qenë konkurrues duke përdorur teknologjinë si një nga instrumentat e intensifikimit dhe modernizimit të aktiviteteve prodhuese. Ky është konkluzioni dhe për sistemin bankar. Sistemi bankar e ka kuptuar se duhet të punojë jo për të deregulluar, por për të bërë më eficient për të rritur produktivitetin. Dhe ka kuptuar se produktiviteti mund të rritet vetëm duke rritur prezencën e teknologjisë në produktet bankare. Dhe ju të gjithë sot jeni sigurisht ndoshta klient të fintechve, të cilët janë bërë pjesë e sistemit bankar dhe sistemit financiar në Shqipëri. Kemi shumë fintech, jo vetëm si struktura më vete, si institucione më vete të pavarura, po dhe si pjesë e bankave tradicionale. Bankat tradicionale kanë bërë fintechu pjesë të punës së tyre duke rritur në këtë mënyrë eficiencën. E megjithatë, a mund të flasim për nivele të ndryshme të konkurrueshmërisë, a mund të flasim për konkurrencë të mjaftueshme apo të pamjaftueshme edhe në tregun bankar shqiptar? Sigurisht që mund të flasim dhe duhet të flasim, sepse ka një marrëdhënie shumë të ngushtë midis konkurrencës dhe brishtësisë së një banke për të operuar në një sistem bankar sado i thjesht që tjetë ai sikurse është ky shqiptari. Një sistem bankar me konkurrueshmëri shumë të lartë do thot një sistem bankar i brisht për të përballuar krizat. Të gjithë studimet tregojnë që kriza është më e rëndë dhe ndodh më shpesh në ato sisteme bankare që kanë konkurrencë pothuajse afër perfektes, sepse një bank që ka fuqi të dobët në treg e ka të vështirë të përballojë një goditje të një stresi financiar, sepse ajo punon me çmimet të ulta, ajo ka nivele të ulta fitimi, ajo ka pamundësi të sigurojë fitim për të fuqizuar kapitalin e saj dhe ajo është e detyruar të hyjë në projekte me rrezik të lartë për shkak të konkurrencës së lartë. Kështu që konkurrenca e lartë nuk është e pëlqyeshme në sistemin bankar. Po edhe konkurrenca e ulët ose përqendrimi i lartë prap nuk është i pëlqyeshëm, sepse përqendrimi i lartë sjell me vete rrezikun sistemik dhe sigurisht dobëson kontributin që bankat duhet t'i japin për të ofruar produkte me kosto të ulta për publikun. Si ta gjejmë ekuilibrin midis këtyre dy tendencave që duke sikur shkojnë në kundërshtim me njëra tjetrën, këtu hyn në punë roli Bankës Qendrore. Sepse vetëm rregullimi dhe mbikëqyrja janë instrumentat e vetëm me cilin ne arrim balancën dhe në sistemin bankar dhe financiar gjithçka është rreth balancave. Ne si Bankë Qendrore jemi neutral për sa i takon konkurrueshmërisë midis bankave, por jemi neutral dhe jemi të interesuar për aq kohë sa niveli i përqendrimit nuk bëhet burim për rrezik sistemik. Kështu që qëllimi i rregullimit dhe mbikëqyrjes tonë është pikërisht që të gjejmë atë nivel optimal që bankat jenë solide, por dhe publiku të marrë produktet me kosto optimale. Por sigurisht që fokusi jonë është stabiliteti. Dhe duke thënë këtë, konkurrenca është bërë një objekt interesi edhe për studentët, edhe për ata që studion jashtë Shqipërisë madje. Dhe ne kemi sot një studiuse, do ta quaj studiuse, e cila quhet Eris Hoti, dhe është studente në King's College of London. Erisi, duke e parë interesin që kanë të gjithë për konkurrueshmërinë në tregjet bankare, ka zgjedhur të punojë një studim me temën Madhësia e bankave dhe konkurrueshmëria në Shqipëri. Erisi ka ndërtuar një databazë e cila pasqyron zhvillimet në sistemin bankar në 10 vite, nga 2014 deri në 2024, ka aplikuar një model ekonometrik
dhe ka konkluduar që sistemi bankar në Shqipëri ka sjellje monopolistike, por është i ekuilibruar në afat i gjatë. Por gjithashtu nuk është mjaftuar me të parën e sistemit bankar si tërë, por edhe ka studiuar duke e klasifikuar sipas përmasave. Pra, ERISI e ka studiuar sistemin bankar në Shqipëri të ndarë në 3 grupe, bankat vogla, të mesme dhe të mëdha, dhe ka studiuar sjelljen e konkurrencës në këto 3 gruprime të ndryshme dhe ka konkluduar që konkurrueshmëria lidhet ngushtë me madhësinë e bankës, sepse midis bankave të vogla dhe të mesme, sjellja është afërsisht konkurrenca perfekte, kurse midis bankave të mëdha sjellja është afërsisht konkurrencë monopolistike. Sigurisht ky është konkluzioni i ERISës, që ka përdorur një model e cila më së shumti shqyrton jo tregues atë që është përqendrimi, ndikimi i përqendrimit tek konkurrueshmëria. Por kolegët tanë të Departamentit të Kërkimit i sugjerojnë me shumë dashamirësi ERISit ta vijojë kërkimin në këtë fushë, të përfshijë në studimin e saj edhe tregues të tjerë të konkurrencës dhe indekse të tjera, në mënyrë që konkluzionet të jenë më gjithëpërfshirëse edhe më afër të vërtetës, e cila diku qëndron edhe afër konkluzionit të ERISit, por ka nevojë për ta pasuruar dhe të mos heqë dorë me përfundimin e shkollës nga thellimi në këtë tematikë e cila është me interes për të gjithë ata që janë të interesuar në bankingun dhe në qëndrueshmërinë e sistemit financiar shqiptar. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, si një ndër fitueset e çmimit të guvernatorit për diplomën më të mirë 2025, do doja shumë të shpreha mirënjohjen time. Shumë faleminderit të Bankës së Shqipërisë për mundësinë që jep të rinjve të marrin pjesë në konkurse akademike të këtij niveli që nxisin kërkimin shkencor dhe rritjen profesionale. Shumë faleminderit guvernatorit, zëvendës guvernatores së parë, zëvendës guvernatores së dytë, Komisionit të vlerësimit, stafit të Bankës së Shqipërisë, me të cilën me një pjesë për tyre kam patur mundësinë të njihesha dhe nga afër. I falenderoj shumë për sigurimin e të dhënave dhe në mënyrë që të realizoja studimin tim empirik. Gjithashtu do doja të falenderoja shumë profesor doktor Daniele Masacin, udhëheqësin e te mësime të diplomës, për gjithë motivimin që më kanë dhënë gjatë gjithë procesit kërkimor. Falenderoj shumë familjen time për mbështetjen dhe besimin që kam patur tek unë. Gjithashtu do doja të shtoja që pavarësisht studimeve të mia jashtë vendit, pikësynimi im kryesor është dhe do të mbetet kontributi që dua të jap për vendin tim, pasi besoj shumë që ndryshimi dhe zhvillimi i një vendi vjen nga angazhimi i të rinjve. Ju uroj shumë suksese dhe fituesve të tjerë të çmimit të guvernatorit dhe shumë faleminderit. Tani do të kalojmë tek shpallja e fituesit të vendit të dytë. Ftoj zëvendës guvernatoren e parë të Bankës së Shqipërisë, zonjën Lulieta Mingjosi, për të shpallur fituesin. Përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrje në këtë event. Çmimi i dytë i shkon një punimi me titull mjaft interesant për ne si ekonomist. Janë efektet e politikës monetare në të ardhura dhe kryesisht të ardhurave nga puna, që është faktori më i ngadalshëm i prodhimit. Dhe natyrisht që të dhënat janë bazuar në rastin e Shqipërisë. Punimi është kryer nga studentja Eva Billa në programin master shkencor në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomisë, dhe është drejtuar nga profesori asociuar Ledion Shahini. Ky studim synon të vlerësojë ndikimin e politikës monetare mbi të ardhurat nga puna në Shqipëri në një periudhë kohe 10 vjeçare nga 2014 deri në 2024, duke analizuar raportin nëpërmjet politikës monetare dhe luhatjeve të pagës pra të çmimit të punës. Në kushtet e një ekonomie në zhvillim dhe me nivel të lartë informaliteti, transmetimi i politikës monetare drejt tregjeve të punës mbetet kryesisht i kufizuar dhe jo gjithmonë efektiv. Prandaj Eva është përpjekur të identifikojë mekanizmat kryesor nëpërmjet të cilave politika monetare ndikon në të ardhurat nga puna.
Në këtë rast, ajo thekson rolin e veçantë që ka oferta monetare, norma e interesit, inflacioni, por edhe norma e papunësisë. Rezultatet empirike tregojnë se zgjerimi i ofertës monetare ka ndikuar negativisht në të ardhurat nga puna. Presionet inflacioniste e dobësojnë transmetimin e politikës monetare dhe niveli i kreditimit ulet si pasojë e këtij presioni. Në këto rezultate empirike të analizës që studentja ka bërë, tregojnë se rritja e të ardhurave në sektorin formal rezulton pozitiv dhe i qëndrueshëm në raport me pagën mesatare. Normat e interesit dhe inflacionit nuk paraqesin një ndikim të fortë, sidomos në periudha afatshkurtër. Bazuar në këto rezultate, studimi rekomandon një forcim të mekanizmit të transmetimit politikës monetare dhe një koordinim më të mirë të politikave monetare me ato fiskale, por duhet pasur parasysh edhe politika strukturore në mënyrë që ky bashkëveprim të jetë i qëndrueshëm. Si përfundim, studentja ka arritur të provojë rastin e Shqipërisë dhe të nxjerrë një konkluzion se politika monetare ndikon në të ardhurat nëpërmjet ofertës monetare dhe me anë të transmetimit të inflacionit. Ajo ka formuluar në fund të punimit të saj edhe disa rekomandime. Së pari, pavarësisht nevojës për politikë monetare stimuluese, zgjerimi i tepërt i masës monetare mund të ndikojë negativisht në të ardhurat reale dhe kjo bën që efektet inflacioniste të spilloverin të kenë më shumë fuqi. Së dyti, qeveria të rrisi përpjekjet për formalizimin e punësimit, duke rregulluar në këtë mënyrë çmimin e punës dhe formalizuar çmimin e punës. Dhe së treti, një rekomandim i fortë është që politika monetare dhe politika fiskale të shmangin sa më shumë në bashkëpunim me njëra tjetrën, të shmangin pasigurit që i vijnë sistemit ekonomik. Është kënaqësi e veçantë për mua që të vlerësohem me çmimin për diplomën më të mirë nga Banka e Shqipërisë, ndaj dua të shpreh mirënjohjen time ndaj Bankës së Shqipërisë, guvernatorit bankës dhe zëvendës guvernatorëve për mbështetjen e vazhdueshme që i japin kërkimit shkencor tek të rinjt. Falenderoj veçanërisht udhëheqësin e diplomës time, profesor Ledion Shahinin, për udhëzimet profesionale, për përkushtimin, mbështetjen e vazhdueshme gjatë gjithë këtij procesi të punës kërkimore. Falenderoj përzemërsisht familjen time për mbështetjen dhe besimin e palëkundur gjatë gjithë këtij rrugtimi. Ky çmim më tepër më inkurajon që të kontribuoj me përkushtim në fushën e politikave ekonomike, politikave publike, fushës së ekonomisë, në mënyrë që puna ime të jetë një vlerë reale në zhvillimin ekonomik të vendit. Faleminderit. Tani kemi mëritur tek momenti final i shpalljes së fituesit të vendit të parë. Ftoj guvernatorin për të shpallur fituesin. Në çmimin e parë për këtë vit vlerësohet studentja Guina Shkëmbi me temën e masterit. Ka shkruar në anglisht, po them në shqip, rruga drejt sepas, vlerësimi i sfidave të përputhshmërisë dhe impakti ekonomik në Shqipëri. Kjo studente është nga Shkolla e Frankfurtit e Financës, Menaxhimit dhe Financës të Frankfurtit. Ky studim shqyrtoi përfitimet e perceptuara, pengesat rregullatore dhe operative, si dhe përputhshmërinë e sistemeve të pagesave në Shqipëri me standardet e SEPAS. Nuk po lexoj përmbledhjen për mos u mërzitur, por thjesht me dy fjalë do doja të thoja që sikurse përmenda pranimi i Shqipërisë në SEPA është një arritje për Shqipërinë, është jo thjesht arritje teorike, po konkrete me përfitime, me benefite për bizneset dhe qytetarët shqiptar. Lehtësia në SEPA ka filluar dhe do të ndjehet gjithmonë më shumë dhe ky studim i kësaj studente përtej faktit që ajo ka bërë krahasime metoda kërkimore dhe krahasimore shkencore mjaft cilësore, jo vetëm për ekonominë shqiptare, por ka bërë dhe metoda krahasimore duke marrë dhe vendet e tjera të rajonit si Kroacia e tjera, por shkon për shtat dhe me arritjen e këtij objektivi që ne kemi arritur si Bankë Qendrore dhe si Shqipëri në fakt, pasi SEPA nuk është e Bankës Qendrore, është e gjithë ekonomisë shqiptare, e gjithë qytetarëve që do të përfitojnë. Studentja ka bërë një punë mjaft cilësore, kërkimore shkencore, pavarësisht që kjo punë përputhet dhe me arritjen e objektivit tonë dhe me punën e Bankës Shqipërisë, dhe ne kemi vlerësuar që t'i japim kësaj studente, vajzës Guina Shkëmbi, për një punë mjaft cilësore, kërkimore shkencore me temën për rrugën drejt SEPAS, çmimin e parë të guvernatorit.
Në fakt, fatkeqësisht kjo studente, duke qenë që është kaq e mirë, është dhe punësuar në Gjermani dhe nuk ka arritur dot të marrë leje nga puna për të ardhur për ta tërhequr temën vet, kështu që ne do t'ja japim, do t'ja dorëzojmë jo vetë personit, por përfaqësuesit personit. Unë ju falenderoj shumë që jeni të gjithë. Edhe ju ftoj të rim pak me njëri tjetrin në koktejl me një herë pasi t'japim çmimin e parë dhe ndonjë foto që mund të kenë qef studentët. Faleminderit shumë gjithëve. Të nderuar zonja dhe zotërinj, i nderuar zoti guvernator, të ftuar të nderuar, kam nderin të mbaj këtë fjalë në emër të Guina Shkëmbit, fituese e çmimit të guvernatorit për diplomën më të mirë për vitin 2025. Për shkak të angazhimeve profesionale në Frankfurt, ku punon si konsulente në një nga kompanitë Big Four, në projekte me përgjegjësi të larta dhe afate strikte, Guina nuk mundi të marrë pjesë në ceremoninë e sotme, pavarësisht dëshirës së madhe dhe rëndësisë së jashtëzakonshme të këtij vlerësimi. Për momentin, ajo është pjesë e 2 projekteve madhore ndërkombëtare, një në industrinë e automobilave dhe një tjetër për një nga furnizuesit më të mëdhenj në botë të kimikateve. Të dyja në procese carve-out, ku vendimet merren në presion e kohe dhe me ndikim të drejtpërdrejtë financiar dhe strategjik. Megjithatë, ajo dëshiron të përcjellë falënderimet e saj më të sinqerta për këtë vlerësim të lartë, të cilin e konsideron një nder të madh dhe një burim të fortë motivimi për angazhimin e saj të mëtejshëm, profesional dhe akademik. Ky është çmimi i saj i dytë i rëndësishëm në nivelin master. Në nëntor, gjatë ceremonisë së diplomimit, ajo vlerësua si studentja më e mirë në nivelin master në Frankfurt School of Finance and Management, një nga institucionet më prestigjioze në Europë në fushën e financës. Ajo e sheh këtë vlerësim jo si një arritje personale, por si një përgjegjësi të shtuar për të kontribuar me dije, integritet profesional dhe përkushtim. Guina shpreh një falënderim të veçantë për zotin guvernator për këtë çmim dhe për vlerësimin që i bëhet punës akademike dhe kërkimit shkencor, duke i dhënë kuptim të vërtet lidhjes mes dijes dhe praktikës profesionale. Një mirënjohje veçantë gjithashtu shkon për zonjën Ledja Bregu për mbështetjen, profesionalizmin dhe gatishmërinë e treguar gjatë përgatitjes së temës së diplomës, një mbështetje thelbësore në këtë sukses. Ky çmim është dëshmi se përkushtimi, puna dhe investimi në dije vlerësohen dhe se profesionistët e rinj shqiptar mund të përfaqësojnë vendin me dinjitet në institucionet më të mëdha ndërkombëtare, pa humbur lidhjen me rënjet e tyre. Ju faleminderit për këtë nder të madh.